Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Zyrtarizohet ristrukturimi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut. Koalicioni bashkëqeverisës blen do të udhëheqë me 3 ministri të reja, të drejtësisë, kulturës dhe ministrinë për marrëdhënie ndërmjet bashkësive, ndërsa ai dorë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria për Politikë Sociale. Vendimi është bërë i ditur nga sekretari i përgjithshëm i Vlen, Bekim Sali. Sipas tij, në Pakun, që Vlen vazhdon të ketë si pjesë e shumicës qeverisëse, mbetet mjedisi jetësor, Ministria e Ekonomisë, Drejtësia, Eurointegrimet, Kultura dhe Ministria për marrëdhëniet ndëretnike, ndërkohë partneri tjetër i koalicionit qeverisës NAM ende nuk ka konfirmuar nëse do të pranojë shkëmbimin e posteve ministrore. Kryeministri Istria Miskovski shkpall marrëveshjen në parim me partnerët e koalicionit të Vlenit dhe Znamit për ndryshime në qeveri. Këtë muaj është parashikuar rekonstruksioni i qeverisë, është parashikuar bilanci i pushtetit dhe nëse është e nevojshme seanca të caktuara që do të sjellin ligje reformuese që janë të nevojshme për agjendën e reformave në përputhje me rregullat, deklaroi shefi i qeverisë në Maqedoninë e Veriut, teksa mori pjesë në hapjen e një kopshti fëmijësh në komunën e Gazibabës. Vlen bën bilancin e 2 vjetorit të marrjes së pushtetit. Bashkëkryetari i Vlen, Izet Mexhiti, tha se pas 24 muajsh qeverisje në aktivitetin organizuar me moton Transparencë dhe llogaridhënie, bashkëkryetari i Vlen, Izet Mexhiti, përmendi se rezultate rrugëtimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, masat kundër lojrave të fatit, si dhe mundësinë që provimi i jurisprudencës dhe provime të tjera profesionale të zhvillohen edhe në gjuhën shqipe. Po ashtu dëshmuam se zgjidhjet e mëhershme në fakt nuk ishin zgjidhje, por ishin improvizime të bëra në kohë fushate për vota. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat kaloi në qeveri dhe sot pret miratimin në kuvend, duke forcuar parimin se çdo qytetar duhet të ndjejë shtetin si të vetin. Ndërsa bashkëkryetari Bilal Kasami kërkoi që funksionarët të mbeten pranë qytetarëve. Rrugën Shkup-Blac e premtuan në çdo fushat për 24 vite. Ne po e ndërtojmë ashtu si po e ndërtojmë edhe korridorin 8. Këto 2 rrugë na lidhin me Kosovën e Shqipërinë, me të cilat lidhemi më fort e më mirë jo vetëm me infrastrukturë, por edhe me kufi të hapur, ku tashmë me Kosovën e kemi me hyrje dhe shumë shpejt edhe me Shqipërinë, ku do të ketë më pak pritje dhe më shumë komunikim. Dorëzim pa kushte e komenton opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut 2 vjet bashkëqeverisje të koalicionit Vlen. Përmes rrjeteve sociale, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari tha se Vlen hyri në qeveri duke kërkuar besimin e shqiptarëve dhe duke premtuar ndryshim. Sipas tij, 2 vite më pas, qytetarët nuk shohin ndryshim, por heshtje, arsyetime dhe dorëzim. Nuk ka ndryshime kushtetuese, nuk ka përpara në rrugën europiane, nuk ka forcim të gjuhës shqipe, nuk ka mbrojtje reale të përfaqësimit të drejtë dhe nuk ka investime serioze në komunat shqiptare, apelon Arben Taravari. Lidhja shqiptare në Maqedoninë e Veriut në 2 vjetorin e koalicionit Vlen VMRO kujtoi se kjo bashkëqeverisje arriti të zbatojë në përpikmëri platformën Maqedonia përsëri e jotja dhe rënimin e marrëveshjes së Ohrit në secilën nga 4 shtyllat kryesore. Lidhja shqiptare kujton se përmes gjykatës kushtetuese u shfuqizua balancuesi dhe përmes së njëjtës gjykatë shfuqizoi çdo ligj e vendim që është sjell në parimin e Badenterit. Në rrjetet sociale shkruhet se nuk u arrit të shfuqizohen gjuha shqipe, por ndaluan në praktik përdorimin zyrtar, duke i detyruar edhe funksionarët shqiptar të shkruajnë dokumentet vetëm në një gjuhë, ndërsa me vendim qeverie u ul numri këshilltarëve shqiptar, do zvogluar mjetet për komunat nga buxheti i shtetit dhe kredia hungareze, duke goditur shtyllën e decentralizimit. Në këtë temë u bë rikthimi i emrave jugosllav dhe komunist, duke shfuqizuar vendimin e Këshillit Komunal të Tetovës për emrat shqip, apelojnë nga Lidhja Shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon qeverinë për 2 vjet dështim në integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani tha se rezultatet janë dëshpëruese, pasi sipas tij vendi ka ndaluar dhe në vend të agjendës europiane ka politika ditore. Shteti nuk ka bërë as edhe një hap të vetëm substancial drejt Bashkimit Evropian. Në vend të përshpejtimit kemi stagnim, në vend të reformave kemi improvizime dhe në vend të agjendës europiane kemi politikë ditore. Parlamenti Evropian dhe mbi 400 deputet atje detyrohen të kujtojnë institucioneve të këtij shteti që të respektojnë të drejtat tashmë të fituara të shqiptarëve. Atëherë, kjo është dëshmia më e fortë e dështimit të Vlenit si përfaqësues politik në qeveri. Rajoni. Vijon procesi ankimimit për zgjedhjet e 7 qershorit në Kosovë.
Kandidatë për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, Bekim Haxhiu dhe Qendrim Kryziu dorëzuan ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Kandidati për deputet nga PDK, Bekim Haxhiu, tha se ky rezultat është i pasakt dhe si i tillë nuk duhet pranuar. Sipas tij, nga rinumërimet është vënë re një gabim me 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve të PDK-s. Kryesuesi Kreshnik Radoniqi e pranoi faktin që rezultati përfundimtar është i pasakt. Ai e cilësoi si gabime minimale e njerëzore, por në fakt ky gabim është 4.25% për votat preferenciale të kandidatëve të PDK-s dhe si i tillë ligji nuk e lejon që të certifikohet një rezultat me gabime. Ndërsa kandidati tjetër për deputet, Qendrim Kryziu, deklaroi se kërkesat e tyre lidhen vetëm me numërimin e saktë të votave. Atë që më kanë thënë privatisht, e thanë edhe vetë publikisht, që ka gabime teknike, ka gabime të vogla dhe ato gabime duhet t'i falim, por ligji nuk thotë që duhet falim, ligji thotë që duhet zbatohet për të gjithë njëjtë dhe vot për vot të numërohet çdo vot. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë është në pritje të përfundimit të afatit për paraqitjen e ankesave për rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme të shpallura më 27 qershor. Afati i ankesave përmbyllet këtë të hënë. Komisioni Qendror shpalli të shtunë rezultatet përfundimtare, pasi paraprakisht Gjykata Supreme i ka hedhur poshtë dy ankesat e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës për deputet, që kërkonin rinumërimin e votave të kandidatëve nga radhët e kësaj partie. Bazuar në rezultatet paraprake për shpërndarjen e mandateve në Kuvendin e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje fitoi 53 mandate, Partia Demokratike 22, Lidhja Demokratike 18, ndërsa Alianca ka siguruar 7 mandate. 20 të tjera janë ndarë mes partive të komuniteteve. Në këto kushte pritet që partia në pushtet nuk do të ketë problem në formimin e qeverisë, pasi nevojiten 61 vota në Kuvendin me 120 ulse, por për presidentin do t'i nevojiten 2/3 e votave që ajo nuk i ka pa marrëveshje me opozitën. Ky është edhe shkaku që vendi shkoi në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rreth 900.000 pensionistë pritet të përfitojnë indeksim me 2.7% pensioneve nga një koriku në Shqipëri. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se ky vendim i miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë synon të lehtësojë ndikimin e rritjes së çmimeve në ekonominë familjare të kësaj kategorie. Sipas Koçiut, ky indeksim është pjesë e një procesi të nisur në vitin 2013, gjatë të cilit pensionet kanë pësuar rritje të qëndrueshme duke arritur deri në 70% rritje për disa kategori përfituesish. Partia Socialiste vijon të pretendojë se protestat e përditshme në Tiranë janë të ndikuara nga shtete armiqësore me Shqipërinë. Pas mbledhjes së grupit të Partisë Socialiste, kryetari i saj Tauland Balla rikonfirmoi se pas tyre qëndron Irani dhe shtete me motive që lidhen me konkurrencë rajonale. Brenda kësaj proteste janë përfshirë dhe element që nga dita e parë, që kur e fryn këtë tullumbace që pothuajse ka plasur tani më, duket qartë që janë interesa që lidheshin me konkurrencë rajonale turistike, me interferencat huaja të vendeve jo miqësore me Shqipërinë dhe dita ditës kjo histori po zbardhet, ky tullumbac po shfryhet. Krasaj, Balla deklaroi se qeveria nuk e dorë nga projekti në Zvërnec si një mundësi e madhe për Shqipërinë. Respektoj të gjithë ata që dolën protest për çështje që lidheshin me shqetësime, dyshime lidhur me respektimin e normave mjedisore në një investim të domosdoshëm jetik për ekonominë e vendit në Zvërnec, një investim që do të bëhet domosdoshmërisht sepse është një mundësi e madhe për Shqipërinë që vjen një herë, nuk e di në sa dekada. Krasaj, Tauland Balla deklaroi edhe një herë se nuk do të pranojë kërkesat e opozitës për mocion me debat. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike në një konferencë përshtypi ka kërkuar prokurorisë së posaçme antikorrupsion për të drejtuar Kuvendit me kërkesën për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku dhe arrestimin e saj. Teksti është vendimtar, sepse pozita penale e ish zëvendës kryeministres është rënduar sipas vetë njoftimit publik të datës 4 qershor të prokurorisë posaçme me dyshimin për kryerjen e 2 veprave të reja penale, korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Krasaj Gazmend Bardhi akuzoi SPAK për standard të dyfish në trajtimin e dosjes së ish zëvendës kryeministres, pasi sipas tij, kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit. 6 muaj më parë, drejtuesi i prokurorisë posaçme na argumentoi në kuvend
lidhur me kërkesën që kishte paraqitur se rëndimi i pozitës penale shton rrezikun e të pandehurës apo personit në hetim dhe dikton nevojën për një sigurimi më të rëndë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri në konferencën ndërkombëtare ndërveprimi i drejtësisë me media shpreh shqetësimin e tij se ende nuk është ndryshuar mendësia në radhët e anëtarëve të sistemit të drejtësisë. Silvio Gonzato kërkoi jo vetëm miratim dhe zbatim të ligjeve nga ana e magjistratëve, por sjellje profesionale dhe udhëheqje morale. Institucionet në vetvete nuk krijohen vetëm nga ligjet, nga rregulloret, sepse institucionet kërkojnë edhe ndryshim kulture, mendësie të atyre njerëzve që punojnë në këto institucione. Pra, unë nuk jam i bindur ende që është arritur ky ndryshim mendësie. Pra, ndonjëherë ka një hezitim për të pranuar natyrën kolegjiale të disa vendimeve që janë të rëndësishme dhe që duhet të marrin institucionet e drejtësisë. Magjistratëve të rinj, ai u kujtoi se puna e tyre kërkon kurajo, integritet dhe ndershmëri. Kryetari i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, Sokol Sadushi, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, u theksoi magjistratëve të rinj nevojën për profesionalizëm, vetëdije dhe integritet të lartë. Sadushi tha se cilësia më e rëndësishme e një magjistrati nuk është vetëm njohuria profesionale, por aftësia për të qëndruar i paanshëm në çdo rrethanë. Besimi ndërtohet gradualisht me mënyrën se si dëgjoni njerëzit, me sjelljen në sallën e gjyqit, me cilësinë e arsyetimit, me dinjitetin e qëndrimit dhe me aftësinë për të qenë të drejtë edhe kur kjo është e vështirë. Kur një magjistrat fiton këtë besim, ai nuk forcon vetëm autoritetin e tij. Ai forcon edhe institucionin që përfaqëson. Sipas tij, pavarësisht presionave apo perceptimeve publike, magjistratët duhet të udhëhiqen vetëm nga ligji. Detyra e magjistratit mbetet gjithnjë e njëjtë. Ju nuk do të merrni vendime për të kënaqur opinionin publik, por as për t'u kundërvënë atij. Ju do të merrni vendime për të shërbyer ligjit. Ky mision nuk do të jetë gjithmonë i lehtë, do të ketë ditë kur do të ndiheni vetëm, jo sepse nuk do të keni koleg pranë, por sepse ka vendime që askush nuk mund t'i marrë në vendin tuaj. Prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë, Olcian Çela, në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me median, vlerësoi se transformimi teknologjik është ai që shkundit drejtësinë e vjetër. Çela kujtoi se modernizimi i formave të strategjisë së komunikimit është kthyer në domosdoshmëri. Trendet e lëkundshme të perceptimit publik, si rrjedhoj e këtyre zhvillimeve, përcaktojnë shpesh kahun e politikave apo të vendimeve të rëndësishme. Në këtë kontekst mendoj se duhet parë trajtuar edhe raporti i institucioneve të drejtësisë dhe me publikun dhe median si ndërmjetës të rëndësishëm në këtë komunikim. Nuk është e lehtë për institucionet tradicionale të përshtatshme në kohë këtyre zhvillimeve transformuese shoqërore. Aq më tepër për organet e drejtësisë që teksa duhet kryejnë funksione të cilat kërkojnë shpesh një nivel të lartë diskrecioni, duhet gjithashtu të sigurojnë transparencën e nevojshme për publikun, thelbësisht kjo e rëndësishme në një shoqëri të demokracisë liberale. Bota. Rekord temperaturash në Gjermani, Çeki, Poloni dhe Ungari. Sipas të dhënave paraprake të shërbimeve meteorologjike, në Gjermani u shënuan 41.7 gradë Celsius. Pranë kufirit me Polonin, duke thyer rekordin prej 41.5 gradësh të vendosur vetëm një ditë më parë. Temperatura rekord u regjistruan dhe në Çeki me 41.9 gradë Celsius, ndërsa në Poloni u matën 40.5 gradë duke thyer një rekord 105 vjeçar. Hungaria regjistroi 40.7 gradë Celsius, ndërsa në Slovaki temperaturat arritën në 39.3 gradë. Sipas raportimeve, mbi 191 milion njerëz në Europë u përballen me temperatura prej të paktën 35 gradë Celsius, ndërsa në shumë vende u lëshuan paralajmërime për vapë ekstreme. Franca shënon viktima si pasojë e valës së të nxehtit. Agjencia Kombëtare e Shëndetit Publik bëri të ditur se nga 24 deri në 27 qershor janë regjistruar rreth 1000 vdekje më shumë krahasuar me periudhat e zakonshme, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se bilanci mund të rritet ndjeshëm. Në Spanjë të dhënat tregojnë se të paktën 327 vdekje mund të lidhen me temperaturat ekstreme gjatë javës kaluar, ndërkohë pjesë të Francës Veriore dhe Belgjikës u goditën me stuhi të fuqishme dhe era të forta. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.